Që në momentin e parë me Gretën të akuariumi, ajo, ku di unë, më duk sikur më provokonte, më tregonte, po edhe stregonte. Unë e provokoja se normal ishte banore që ka ardhë nga jashtë dhe doja informacion qa bëhet. Se tani, prandaj jemi këtu, nuk jemi në kamp pushimi. Po ti e di që nuk mund të japin informacion. Po do mendon të miri se unë doja thoja. Një sekund, unë e di që s'mjepet informacion, po unë mundon ta marr, apo jo? Apo bëj gabim? E kuptove, ti mund të mundohesh, po them, por nuk lejohet, domethënë pse mundohesh për diçka që e di që nuk lejohet. Po sepse ndoshta e shket, çfarë? Ndoshta gabon. Po gabon, pse si? Po. Prandaj jemi tek lojë. E çfarë zbulove? Dhe jo, zbuloje që në çdo moment që ajo fliste për mua, ishte Selin brenda. Jo, nuk e kam përmend fare, ti e ke thënë. Nuk e kam përmend fare. Ti. Greta? Sipas meje, Miri, ka parë që unë nuk jam afruar me atë dhe u ka sjellë si arrogant. Sepse nuk i rria nga pas si do Miri. Këtë lojë ka pas që në fillim, nuk më ka pëlqyer. Kam bajt afër femrat. E pa që nuk ja doli dhe tani po mundot me meshkuj t'i fusi në shërë. Nejse. Por nuk më priti mirë, nuk më pëlqeu. Kjo është mendimi jo. Nuk më priti mirë, pra, se mezi po i pjedorën. Kishe prej fare në fytyrë. Po për qa isha prej në fytyrë, e din? Nuk më intereson fare. Nuk më intereson se prehesh ti as prehesh. Duhet të pyesi njerë, pse je prej në fytyrë? Nuk më intereson. Loj është, erdhe ande edhe. Po loj edhe ti, pse ti për qa ka ardhë? Ti për qa ka ardhë? Ka ardhë për loj. Për loj pra dhe jenë loj. Dhe të provokoj ty se si po hynë loj. Kaq. Greta, ti thuaj që Miri kërkon njerëz që i vinë mbas. Patjetër, do t'jetë këtu në qendër më i miri. Kush mendon se i rri nga pas, pra kush mendon se i vjen mbas avazit Mirit? Selina, Lorna, Okej, Selin? Edhe Pale dhe pak Lore. Okej, si e gjukon këtë? Lidia, në momentin që kanë ardhur banorët nga akuariumi, dashur pa dashur, janë dhënë disa informacione në lidhje me lojën, si është parë nga jashtë. Dhe po ta shikoni klipin me vëmendje, kam thënë disa herë që nuk e di se si perceptohet gjëja nga jashtë dhe unë do luaj për atë që unë ndjej këtu brenda. Sepse në atë moment që ishim te dhoma e gjumit që më thot basta, isha duke debatuar me Malin. Dhe më tha, mos kalo, mos bërtit më, sepse nuk është mirë, nuk duket bukur jashtë. Dhe thash, nuk dua ta di se si duket jashtë. Unë silem dhe ndjej atë që ndjej këtu brenda. Po pse mendon se Greta është e vetmja nga banorët e rinj që ka thënë këtë gjën? Nuk është e vetmja, ka thënë dhe Stelina, që natën e parë kemi qenë duke gatuar vonë në kuzhinë dhe ka thënë dhe Stelina, nuk është Greta e vetmja. A mendon se Greta sidoqoftë është munduar të le themi suportoj ty? Po, patjetër. Edhe Stelina e ka bërë. Të dyja për të njëjtën arsye, për mirin. Qarë kuptimi ka kjo për ty? Do me thënë, qarë përfiton Greta, po themi, në momentin që tenton të mbështes ty? Solidarizohet së gotë. Si është më vjen keq për një vajzë, dhe bëja edhe për një vajzë tjetër. Jo, të konkurente, si të vika keq të kur e ke konkurente. Po e di unë se e një ti apo një sekond. Pyetja më drejtuar mua dhe unë dua të jap përgjigjen time nëse mundet. Lediona. Ti gjithë do t'i nxjerrësh jashtë si edhe se Lediona. E di si nëse të flasim me radhë. Besoja dhe për vajzat Lediona, mund ta them. Besoja për çdo vajzë. Atëherë, mendimi im është ky. Ditët që ka ardhur Greta dhe banorët e rinj, unë kam patur një dyzim për marrëdhënien time me Mirin, sepse edhe Miri u largua për në akuarium dhe shpesh ma kanë thënë që ti je shumë mirë pa Mirin, je shumë mirë pa Mirin. Dhe në moment që Greta erdhi dhe Stelina erdhi dhe të dyja vajzat më dhanë të njëjtin ide dhe mendim se si mund të perceptohet jashtë marrëdhënia ime me Mirin, si vajzës, unë i kam marrë parasysh sugjerimet e tyre. Dhe mund të them që kanë ndikuar për të më ndihmuar mua si lojtare. Po pastaj se çfarë mund të më shka për lojën e saj. Pra ti thuaj që Greta dhe Stelina kanë ardhur aty që të fitosh ti Big Brother. Jo, nuk thash këtë. Jo, nuk thash këtë.
disa gjëra në pjedestal që ti bën mund të jetë arsi që të dyja gocat janë kundër Mirit. Po, si janë më që Selina nuk thash erdhën për të ndihmuar mua, as nuk thash unë ndrova loti me Mirin se më tha Greta me Stelinën. Thjesht e kam marr si sugjerim, e kam marr si mendim dhe kam thënë okay, këtë mendim kanë gocat, Greta, nuk po them edhe për Stelinën, po Greta ka qenë që ditën 1 kundër Mirit dhe kam thënë kjo është qasja e saj kundrejt Mirit dhe do ndoshta të më ndihmoj dhe mua që të largohem Mirit. Për mua është lojtari që nuk duhet besu në këtë shtëpi. Është më i poshtri. Por duhet të besuar nga jashtë? Greta. Pra ti thuaj që Miri, sipas teje, është më i poshtri dhe nuk duhet besuar. As pak, fare. Ndërkohë, Selin të puth në buzë dhe thotë që do ta nxjerr në nominim Gretën. Jo, se kam thënë unë, Ledion, nuk e kam thënë unë. E ka thënë Miri në darkën e të nominuarve. Miri po e ke thënë dhe ti aty jashtë veranda. Jo, kam thënë në sens lojtarësh, kush ka ardhur më së fundmi, kam thënë nëse unë jam një lojtar, nëse unë e konsideroj veten time lojtare të fortë dhe shkoj dhe jap 2 emra, 2 arsye, kurse si nuk do jepja Stinen, nëse do ishte akoma Stine me Mirin, por do kisha filluar nga më të rinj. Të kam thënë, nuk e kisha personale as me Gretën as me Juelën. Biles gocat e kam pasur pas në Turris dhe kam thënë emra të shpejt. Normalisht, me ato që janë më vjetër nuk janë banë dhe do ato. Çfarë opinioni ke ti për Gretën? Duke qenë se në momentin që të tregova planet e saj nga akuariumi, më thej që njihemi. Çfarë mendimi ke për Gretën? Greta është vajzë shumë e mirë. Kam një mendim pozitiv. Nuk jam afruar shumë dhe nuk kam qëndruar shumë me Gretën, sepse gjithë banorët e morën vesh që ne njihemi nga jashtë dhe nuk doja që të mendonin që unë po ndihmoj Gretën apo Greta ka ardhur të më japë mua informacione apo po mbështesim njëra tjetrën dhe kjo ka qenë arsyeja pse unë ndoshta kam dënjur pak e distancuar, por gjithashtu. Dhe thjesht thotë që ti Miri nuk doje, lutem se po flas. Ti nuk doje që të mendosh lutem se po flas. Ti nuk doje që banorët e tjerë të mendonin që ju po ndihmonin njëra tjetrën për shkak se njiheni nga jashtë, apo nuk doje që banorët të kuptojnë që ju të dyja njiheni mirë nga jashtë? Ledion, neve njihemi mirë nga jashtë. Ideja është që unë këtu kam ardhur për lojën time dhe Greta ka ardhur për lojën e saj. Dhe në një moment që ne kemi diskutuar pa hyrë në shtëpi, kam thënë Greta, ti do vish në shtëpi dhe do bësh qasjen tënde si lojtare me lojtarët e tjerë. Mua nuk dua të më ndërhysh dhe si kundërdhë unë te loja jote absolutisht nuk do ndërhy. Nëse do që ka një lloj marrëveshje, sepse teknikisht jo, kjo nuk është marrëveshje do ishte kundërta. Do tipi që ti do hysh në shtëpi dhe mua do më japësh sinjale dhe unë sinjalet e tua do i marr dhe dhe nuk të ka lënë sinjale? I vetmi sinjal që mund të ketë dhënë ka qenë për Mirin. Basta me Mirin. Po as si sinjal tjetër. Ndërkohë unë debate që kam pasur me Lorën, që ta kisha bërë dhe për ty, do ta kisha bërë dhe për ty se je femër. Ndërkohë vjen keq. Ndërkohë do ta kisha bërë dhe për ty. Kam pasur debate me Lorën, unë shumë afër me Loren, unë kam pasur debate me Malin dhe për asnjë nga situatat e tjera Greta nuk ka ardhur për të dhënë një sinjal. Ndërsa për Mirin ma ka dhënë Greta, ka thënë Mateo, ka thënë Selina. Kështu që mendoj që për Mirin është tema e momentit dhe ka thënë mua është më pas. Greta, ti ke thënë shumë qartë që Miri dëmton Selinën, ke thënë shumë qartë. Ky është informacion që një lojtar. Mua më vjen shumë keq te kisha po dhe për ty. Për bazë nuk është edhe informacion. Shiko, meqense një sekond. Meqense vajzat kanë jetuar me ju gjatë këtyre ditëve, dua të di pak opinionin e Juelës edhe të Lornës, duke ditur se çfarë pat. Atëherë Ledion, unë më duket që në video Selin ti the emrin tim Juela po Greta. Brapa meje dhe të mora si lojtare e re e fundit. Jo, nuk jam lojtare e re una. Absolutisht, Selina, të lutem. E atë në qoftë se mban mend herës tjetër kur të flasësh fjalë, ti je pak më përshëndruar. Juela, pyetja ime është si qëndron ti në raport me lidhjen që ka Greta me Selin? Unë nuk besoj absolutisht te fjalët e Gretës, që në fillim nuk më zhduk kaq e qartë, dhe para kur po fliste ke dhoma rrëfimit, e shoh gjithmonë gati thash këtë fjalën në joza, do me thënë që është
Po nuk ka rëndësi, a ka një lidhje mes tyre mendon apo jo? Patjetër, sipas me ka një lidhje, e demonstron fakti që këto pas kanë folur dhe kanë thënë që ne do mundohemi të rrinë sa më larg njëra tjetrës, dhe kjo është një farë marrëveshje. Ne konfirmojmë që rri pa merak. Është një farë marrëveshje. Unë nuk kam asnjë lloj meraku. Unë besoj që si Greta, si Selin, po mundojnë të marrin sa më shumë distancë nga njëra tjetra. Nuk e di pse. Kjo ti pas ke si shpëtimtarja Selin, ëh? Pas si shpëtimtarja. Që të shri me Selinun tërkohë. Mendimi im është bie komplet poshtë, sepse do ishte shpëtimtarja ime nëse unë do kisha ndruar qasje, ndaloj në moment që hyn Greta në shtëpi. Ndërkohë njëri ka ndryshuar mendim. Lorna, ti si e shikon lidhjen e Gretës dhe Selin? Ka diçka që Më fal, të lutem, kam qenë para. Jo, një moment, Juela, e dëgjova. Lorna. Në akuarium të kam thënë që ti je fort. Okej. Edhe çuka që mirë në akuarium. Juela, të lutem. Okej, Ledion, unë mendoj dhe kam menduar realisht dhe ja kam thënë dikujt në vesh ose dhe Selinit, unë mendoj që në momentin që u bë ditur që Greta do ishte, Selin tha, unë e njoh Gretën dhe shtangu. Unë mendoj që këto dy goca njihen shumë mirë për jashtë, po duhet kem patur një konflikt, që nuk duan ta cekin brenda këtu. Unë kam sepse nuk e dija që Greta ishte i konfirmuar. Dhe këtë bisedë që kemi bërë në përcita. Dakor, që i the kur ishit jashtë ti do të bësh. Sa këtë bisedë që kam bërë për citas në rast se, në rast se. Dhe në momentin që tash Greta ka nga jashtë, ajo jep mendimin e saj për sa i përket çështjes Miri, meqense Miri është vënë gjithmonë në qendër vëmendjes. Jep mendimin apo sugjestionin, nuk di. Është sugjestion, por mund të jetë nga jashtë ose mund të jetë i saktë ose dhe i gabuar. Të njëjtën gjë më tha. Sorry, Greta. Dakor, ma the dhe mua dje, të njëjtën gjë. Ka vërtetësi, nuk ka vërtetësi, por Selin ose Lorna ose çdo gjë që thot Greta. Greta mund të thotë vërtetën, Greta mund të gënjej. Por mund të provokoj edhe kjo që ndron, domethënë është çështja, është strategjia e Gretës. Po mund, Greta. Këtë unë nuk mendoj që Greta ka interes të nxjerrë Selin fituese dhe ta largoj nga Miri. Greta. Ndoshta ka menduar që ndoshta do të largojë Selin dhe ta afrohet vetë Miri. Domethënë mund të qëndrojë edhe kjo. S'ka lidhje fare. Patjetër. Atëre, Greta. Po. Të gjën që ke bërë se do ta bëje për të gjitha gocat, apo e ke bërë sepse je e dashura e vllajit të Selin? Edhe? Çfarë shtrim? Po pse unë jam e detyruar të dashur vllajt tatë do të kam thënë jo. Kam kohë që nuk kam folur. Jo, sa njëri nuk kam kohë që nuk kam. Lediona, nuk flas. Lediona, nuk flas. Një sekondë, minutën po Selin. Lediona, mund të Qëndrimi serioz. Lediona, mund të flas? Po pra, të thash që mundesh. Një shpjegim shumë i shkurtër. Greta është vërtet e dashur e vllajt tim dhe në kur më kam pyetur banorët, e vërteta është që unë dhe Greta jemi njohur në të njëjtin televizion ku kemi punuar. Pa e ditur unë që në të njëjtën kohë Greta ishte në një marrëdhënie me vllajin tim. Sepse nuk e dija, nuk kishte ardhur njëri më thënë që prit se unë jam lidhur me Gretën, çon si ka kjo. Ndërsa në momentin përpara se unë të hyja në shtëpi dhe Greta ishte në gjysmë diskutim me produksionin për të qenë pjesë e lojës, sugjerimi im ka qenë të paktën produksioni të jetë në dinjë, sepse ne jemi përballë gjithë shqiptarëve dhe nuk janë gjëra të vogla dhe nuk e shpëton njeriu se ne të dyja kemi qenë në televizion. Ja ta mbaroj, të lutem. Po, në asnjë moment nuk sepse nuk kam dashur. Pse? Sepse isha shumë e bindur që të gjithë do mendonim që ardhja e Gretës do ndikojë në lojën time. Sepse unë njoha Mirin nga hiç, pa e njohur e pa e ditur, dhe gjithë pretendojnë që Miri ndikonte loja ime. Pra, Selina pse ka fut brenda? Selina pse ka fut brenda? Një sekondë. Nuk ka informacion, unë kam me Mirin bashkë. Si? Nuk e kam zbatuar, ja ku ke prezente kam zbatuar në momentin që Miri është fut në akuarium. Që në momentin që Miri është fut në akuarium. Informacionin brenda në shtëpi dhe kjo e zbatoj. Po çaj thash? O mirë ti, ndërsa unë më shumë çati aty, më çon në ishte jo, apo po. Po s'kam më çon në ishte në Të dija me gjumiro. Është jeta ime personale. Nuk më detyron ti ta them unë këto, sepse partneri im nuk ka dash. Okej, është jeta ime personale dhe unë bëj. Është jeta e jot. Nuk është personale ajo. Një pyetje kam. A keni hyrje dalje familjare ju? Njifemi, po.
Jo, keni hyrje, njifemi. Keni hyrje apo jo? Po jo. Nuk kemi bërë kërësia. Jo, a keni hyrje? Më falë, a keni hyrje familjare? Nuk kemi bërë kërësia. Pra, nuk njifeni, familje nuk njifen me njëri tjetëre. Familja Greta nuk e shkuar. Akoma një trip në Itali. Po falë të që të kuptohem. Nuk kemi ndru një shanet. Jo, më rrë, sot tema keni ndru një shanet. Të shpia normal. Falë, mund ma japësh këtë përgjigje të lutem? A njiheni, nuk po flasë për një shanet. Jeta ime personale, mund të mos ta flasim? Jeta jote personale flitet në momentin që ti je aty dhe Selin është aty. Jo, më vjen shumë keq. Tani, Oledion, ky është mashtrim. Mashtrim. Po. Ky është mashtrim, sepse kemi dy njerëz që le të themi janë kunata në tentativë, duke shpresuar gjithmonë për mirë në lidhje, dhe njëkohësisht kanë mashtru 20 veta aty, edhe nuk i bën përshtypje fare. Po, a mund të japun mendimin tim Ledion? Ledion, a mund të thënë diçka? Jo. Ledion, mundem? Ledion, a mundem të thënë diçka? Make sense. Sepse keni parasysh një gjë, ata që njihnin dikë tek akuariumi e kanë qartësuar shumë mirë lidhjen që kishin me atë person, siç bëri Brikena me Mateon, siç bëri Stelina me Kejsin. Në rastin tuaj, përpoz të gjitha përpjekjeve të mijat dhe të banorëve, juve keni qëndruar hermetike. Pra, kur arbitri thotë që kjo është mashtrim, mbase e ka në lidhje me këtë gjë. A mund ta japim mendimin tim? Patjetër. Po. Në moment që un kam pranuar ftesën time në Big Brother dhe është diskutuar kjo gjë mes familjes time. Njëkohësisht kishte marrë dhe Greta. Duke e menduar si për veten time një eksperiencë unike dhe normalisht me shumë përfitime më pas, nuk kisha as kushi për t'i thënë, nuk kam qenë dakord, por nuk kam qenë njëkohësisht as kushi për t'i thënë Gretës, Greta, unë do ta bëj dhe ti jo. Pra, jeta ime, ne nuk kemi ndruar, ne nuk jetojmë në shtëpitë e njëri tjetrit, Greta nuk ka bërë fejes me tim vëlla dhe nuk e ndjeva veten mjaftueshëm me potencial për t'i thënë Greta, e di se shpuna këtë edicion do ta bëj unë, një edicion tjetër futu ti, një kjo. E dyta, përpara se të futesha në shtëpi, kam thënë Greta, sigurohu të gjithë ta dinë që ne të dyja e kemi këtë marrëdhënie, sepse është fare kollaj, jo vetëm marrëdhënia jon, po kur je personazh publik i këtij lloji formati, sigurisht do dalë çdo informacion. Dhe në momentin që Greta ka ardhur në shtëpi, Miri ta dinte që kishte besim vetëm Miri. Ku di që Miri nuk e di? Ku di që Miri nuk e di? Selin, nëse do varej vetëm nga ty. Selin, nëse do varej vetëm nga ty, a doje Gretën aty brenda? Jo, nuk do ta doja. Mendimi im, sepse nuk dua Gretën këtu brenda, por është marrëdhënia që është disi delikate. Jo, nuk është fare delikate, për sa i përket asaj që keni hyrë aty në shtëpi të dyja, se kështu ti Selin të kputje bilbil zygjar për të sqaruar, por ka një gjë, ti duhet të ishe shumë më e ndershme në prezantimin me banorët e shtëpisë. E Gretës ishte ta bënte dhe dy brenda. Dhe unë nuk e di nëse Greta vazhdon me tim vëlla në një marrëdhënie, nëse Greta është ndarë nga vëlla im për këtë. Po ti e di se e keni diskutuar aty brenda, ajo ka thënë që unë jam me dikë, kam një vit. Jo, kur Greta i ka bërë këtë bisedë, unë kam qenë prezente. Ka qenë njëri loja me shishe dhe njëri ja ka thënë Lorës, "Unë kam qenë këtë bisedë, unë kam qenë prezente." O si nuk pushon mi gose. Më fal, nuk po të dëgjoja se nuk dëgjohesh. Po më dëgjoj mua. E para njerë, nuk diskutoj fare me Gretën, se Greta ka hyrë me të dhënë informacionin ty aty brenda me të shkuptova unë. Unë s'kam marrë asë informacionin e more dhe sepse për një ndrove sjelljen tënde. E para, e dyta, ka mundësi të dëgjosh. Ne nuk duam sinqeritetin nga Greta, sepse Greta mund të hyrë me atë mision. Ne donim sinqeritetin tënd dhe jo pa qëllim. 2 herë të ka pyetur Ledioni, edhe kur ka hyrë Greta e njeh, por edhe sot përsëri të pyeti në dhomën e dëshirave, kush është lidhja jote? Dhe ajo që ti bën përshtypje është ke mungesa sinqeritetit. Pra, mungesa sinqeritetit tënd nuk qëndron vetëm me 20 banorët e shtëpisë aty, duke filluar nga Miri i pari, që e ke përdorur, dhe duke dalë deri tek opinioni publik, të cilët ty të ndjekin. Pra, ti nuk je sinqert as opinione. Ti mendon që Miri nuk e dinte këtë? Miri ka thënë unë, Miri është peshkuar dhe Miri ka dalë shumë dobët aty në marrëdhënien e vet me Selinin. Miri ti nuk e di këtë? Është tjetër gjë, që Miri
nuk është ja, ta argumentoj sjelljen e tij. Miri, a e di këtë apo jo? Dashur Gretën këtu brenda është që sapo ndodhi tani. Kjo ka qenë arsye absolute që kam dashur. Gjithsesi, okay, le dalin negative dhe Selin, më fali sekond. Selin, ty të ka pëlqyer situata me Mirin. Jo, më dëgjoj sekond. Ty të ka pëlqyer situata me Mirin, sepse ti e ke përdorur. Në sajt të situatës me Mirin ti ke qenë në çdo prime dhe gjithë banorët e tjerë janë marrë me ty dhe me Mirin. Dhe ty të ka pëlqyer kjo. Ndërkohë që ti mbas krave, Mirin as nuk e diskuton fare dhe e ke të pakonsiderueshëm. Dhe midis kashefemeve të Krisit, të Eugenit dhe të Angelos, ti e rrëzove Mirin, ti e flake Mirin, ti e shkele me të Mirin. Jo, nuk është fare kështu Monika. Të pyet pak Mirin, Miri, a e dihet këtë apo jo? Lidhjen që Selin mund të kishte me Gretën. Nuk dua ta komentoj fare këtë situatë, se dua të diskutoj diçka më mbrapa pastaj me Selinë dhe kaq. Vazhdon apo? A e di apo jo? Jo. Si jo? Më jo. E di apo jo? Jo, pra jo, nuk e di. Nuk e di? Jo. I sigurt? Sigurt, pa. Bëu i fort, ndidhe vetën ose do. Po pse thot Selin, kush tha që Miri se di? Nuk zihet dot, jo. Se po bëhet skema më e madhe. Dgjoj, Greta, mund të besohej kjo gjëja që ti thua, sikur ti kishe shkuar Brikenës dhe ti kishe thënë mos rri shumë fjala bie me Stenaldon, sikur ti kishe shkuar Juelës dhe ti kishe thënë mos rri shumë me fjala bie Ilirin, sikur ti kishe shkuar Lorez dhe ti kishe thënë mos rri shumë me Mateon. Po ti e ke bërë këtë gjën vetëm me kunatën tënde. Jo. Pra ti, duket se kur je hyrë aty brenda, vetëm që Selin të fitoj bigun me pak ndim nga ty.